Një aksident me pasojë plagosjen e një personi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në bypassin e autostradës në Lushnjë. Një mjet Benz ka përplasur shtetasin Odise Petro, 44 vjeç, që kalonte nga njëra anë e autostradës në anën tjetër me biçikletë. Pasi ka kaluar barrierën e hekur tanësore, ai është goditur nga Benzi, edhe pse drejtuesi i mjetit është munduar ta shmang. 44 vjeçari është dëmtuar rënd në të dyja këmbët dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e Lushnjës. Grupi hetimor po punon për dokumentimin dhe zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, ndërsa është shoqëruar drejtuesi i mjetit. Nga të dhënat e para dyshohet se i dëmtuari i ka prerë rrugën mjetit Benz në një aks rrugor të siguruar me barriera anësore. Sipas njoftimit të policisë, rreth orës 9 në aksin rrugor Çerm-Lushnjë, shtetasi SH 62 vjeç me automjetin që drejtonte ka përplasur biçikletën me të cilën lëvizte shtetasi OP 44 vjeç, i cili është në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e policisë kanë shoqëruar në ambientet e policisë 62 vjeçarin dhe vijojnë hetimet për të sqaruar rrethanat e aksidentit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.